Gjykatësia që dënoi liderin e ekstremit të djathtë, Marine Le Pen, duke i ndaluar asaj kandidimin në zgjedhjet presidenciale të Francës në vitin 2027, është vënë në mbrojtjen e policisë pasi është përballur me kërcënime me vdekje. Po ashtu adresa e saj shtëpisë është shpërndarë në internet. Bénédicte Depardieu, kryetare e një paneli prej 3 gjyqtarësh që shpalli Le Penin fajtore për përvetësim të fondeve të BE-s, tani është duke u mbrojtur nga policia në punë dhe në shtëpi. Depardieu gjithashtu ka marrë kërcënime në mediat sociale pasi fotoja e saj është përhapur më të madhe në rrjetin social X dhe faqet e ekstremit të djathtë. Policia e Parisit ka konfirmuar se një hetim është duke zhvilluar lidhur me kërcënimet ndaj Depardieu. Le Pen u shpall fajtore të hënën për përvetësim të fondeve të BE-s për të financuar partinë e saj të ekstremit të djathtë. Ajo përveç që është ndaluar nga kandidimi për poste publike për 5 vite të ardhshme, por është dënuar dhe me 4 vite burg, 2 prej të cilave me kusht, e 2 tjera mund t'i kryen në liri duke mbajtur një hallkë elektronike dhe po ashtu me një gjop me vlerën 100.000 euro. Presidenti francez Emmanuel Macron ka dënuar të mërkurën kërcënimet me vdekje në drejtim të gjyqtares Bénédicte Depardieu, duke i cilësuar ato absolutisht papranueshme dhe patolerueshme. Macron gjithashtu ka komentuar për herë të parë vendimin e gjykatës për ta dënuar Le Penin, duke theksuar se dega gjyqësore është e pavarur dhe se ligji është i barabartë për të gjithë.